Arrestohet kreu I hetimeve të aksidentit në aksin e Lungomares në Vlorë, që I kushtoi jetën një 17 vjeçari mes natën e 26 nëntorit. Sektori I shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat ka arrestuar komisar Muslim Ismailaj, 55 vjeç për pengim të hetimeve në zbardhjen e të vërtetës së aksidentit. Nga hetimet ka rezultuar se punonjësi I policisë në 29 nëntori ka bërë presion të plagosurit me iniciale PB, njëkohësisht drejtuesi I mjetit të aksidentuar, që të deklarojë se ka probleme me shikimin. Sipas SHQB-s, kjo formë presioni ka pasur si qëllim devijimin e hetimit, që shkak I aksidentit të cilësojë shikimi I dobët I drejtuesit të mjetit dhe jo mungesa e sinjalistikës rrugore në vendin e aksidentit. Sektori I shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat thotë se duke ushtruar presion ndaj të riut, 55 vjeçari Ismailaj ka tentuar të favorizojë firmën e ndërtimit të rrugës. Gropa në rrugë që u bë shkak për aksidentin, sipas Ministrisë së Transportit ishte hapur atë ditë, ndërkohë që sinjalistika për devijim të qarkullimit ishte vendosur një ditë më pas. Në këtë aksident humbi jetën 17 vjeçari Kristo Panajoti dhe u plagos drejtuesi I mjetit kushëri adoleshentit, ndaj të cilit jepet sot masa e sigurisë. I kontaktuar nga Ora News, kryebashkiaku Leli ka pohuar se punimet dhe mbikëqyrja e projektit të Lungomares nuk janë në varësi të Bashkisë së Vlorës.